kam pasur shumë vite përpara një personazh këngëtare, nuk po jap emra se nuk dua të krijoj ndoshta konflikte dhe debate virtuale. Një këngëtare shumë e njohur. Bëri seanca, e publikoi, doli në disa emisione. E ka publikuar vetë ajo që, ku dukeshe transformimi i saj shumë i mirë, por çfarë ishte? Trajtimi zgjaste rreth 3 orë dhe duke që një trajtim pak i zgjatur, personazhi në fjalë ishte këngëtare, këndonte natën dhe e kishte të pamundur ndoshta vinte shumë vonë, ishte pak e lodhur kur bënte trajtimin e këto. Dhe çfarë bën? I ofron një person tjetër që ka një qendër tjetër, i ofron që t'i vëri balonin gastrit. Kur ai i plas dhe pas asaj një tjetër ish kliente e imja e cila ka një qendër, tashmë ka një qendër dobësimi, i paguan lekët asaj dhe një personazhi tjetër për të bërë një ndërhyrje në Turqi të stomakut dhe për të deklaruar personazhin në fjalë sikur kishte humbur 40 kg nga një kurreshti, çfarë ndodh kjo gjëja. E kuptoj. Çfarë ndodh kur plas kjo pjesa e balonit gastrik? Çdo gjë e huaj në organizëm natyrisht është e dëmshme. Personi ishte gati duke humbur jetën. Deri kështu domethënë, deri marrje jete.